Votuam dhe u dakorduam që të formalizojmë tash tutje në bashkëpunim me Vjosa Osmanin garimin e përbashkët në zgjedhjet e ardhshme. Dakorduam që këtë të shtunë të thrasim Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s për të finalizuar gjitha çështjet që lidhen me pjesën përgatitore zgjedhore. Pika e veçantë e këtij takimi ishte edhe natyrisht bashkimi i madh për cilin po flasim, e për cilin jemi angazhuar, e njoftova edhe kryesinë dhe kryetarët e degëve me procesin e drejtanishëm. Votuam dhe u dakorduam që të formalizojmë tash tutje në bashkëpunim me Vjosa Osmanin garimin e përbashkët në zgjedhjet e ardhshme. Po për këtë më jepni edhe disa ditë të finalizoj diskutimet dhe me zonën e Osmani për të përfunduar në një votim formal në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm. Pra kishte dakordim për idenë e bashkimit, kishte dakordim për garim të përbashkët, kishte dakordim për shumë gjëra që i kemi diskutuar deri më tani dhe në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm do të formalizojmë këtë çështje në detaje.